shtyt Çikorari. Shqipje për të mos humbim kohë, po fillojmë drejt për drejt me programin. Do prezantohet fillimisht temi ato regjistrimet e plota që Eno, dirigentit shqiptar, profesor Eno Koços, edhe për të folur më gjerësisht për këtë lloj botimi unikal që kemi në muzikën shqiptare, do të flasi akademik Vasil Tole. Përshëndetje, ju falenderoj shumë që keni ardhur në këto promovime që bën Akademinë e Shkencave në kuadër të panairit të tretë botime akademike dhe shkencore. Përpara se të lexoj diçka të shkurtër, se siç e tha dhe Edi, duhet të nxitojmë pak, do të them dy fjalë për maestro Eno Koçan. Është djali i dy artistëve nga më të shquarit shqiptar të muzikës. Djali i Tefta Tashko Koços, që me siguri e keni dëgjuar si këngëtare, ka dhe një film për të, dhe djali Kristo Koços, gjithashtu një këngëtar shumë i njohur. Prindrit ju ndan nga jeta kur ai ishte ende i vogël dhe e filloi dashurinë për muzikën jo vetëm si fëmijë muzikantësh të shquar, po kryesisht në veglën e violinës, të cilën e vazhdoi deri në rini. Biles ka studiuar edhe në Bashkimin Sovjetik deri në momentin kur u prishën marrëdhëniet me Bashkimin Sovjetik dhe erdhi këtu pastaj. Deri në vitet 7, në mes i viteve 70 vazhdoi me violinën në Teatrin e Operës, pastaj u fut pasionit të dirigimit. Është dirigjenti i cili na ka nderuar me veprimtarinë e tij në promovimin e muzikës shqiptare, ku janë 18 CD që i promovojmë sot, dhe njëkohësisht mbas viteve 90 është marrë gjerësisht me muzikologji pas shkuarjes që bëri në Angli në një universitet aty. Kështu që jam shumë i nderuar që kemi maestro Enon, dhe do them dy fjalë pse është e rëndësishme kjo kolan. Sepse kjo përmban veprat e kompozitorëve më të rëndësishëm të muzikës shqiptare të shekullit 20, nga fillimet e deri në ditët e sotme, vepra të drejtuara nga dirigjenti Eno Koço me orkestrën simfonike të radio televizionit shqiptar gjatë 50 viteve të fundit. Është një kontribut unik, do të thoja, sepse nuk kemi një kolan tjetër si kjo, dhe i orkestrës, të cilët përmes këtij publikimi e vetmi e këtij lloji deri tani ka themeluar arkivin më të rëndësishëm të muzikës son në funksion dhe në dispozicion të muzikantëve dhe jo vetëm. Kolana ndërtohet përmes një koncepti që ndërthur bashkimin në një të CD-ve të gjinive muzikore të përveçme, që janë për shembull CD dedikuara valleve simfonike, që është një lloj gjinie muzikës, ose atyre me suita, për të vazhduar me CD me muzikë simfonike shqiptare, në të cilat përfshihen gjini tipike muzikore, si për shembull simfonia, rapsodia, uvertura, fantazi, scherzo, koncert për orkestër, apo dhe CD dedikuar koncerteve dhe pjesëve për instrument dhe orkestër dhe atyre për orkestër arqesh. Një vend të rëndësishëm në këtë kolan, dhe këtë dua ta theksoj, i kushtohet kompozitorit për mendimin tim më të rëndësishëm të muzikës son të shekullit 20, që është Cezadea, i cili ka 2 CD me muzikë aty, si dhe një CD me kontributin e Fan Nolit në muzikë, që ju do ta dini, Fan Noli përveç se figurë shquar e kulturës shqiptare, e besimit shqiptar, është edhe njëkohësisht muzikolog dhe kompozitor. Vlerën i ashton kolanës dhe CD-ja me krimtarinë e kompozitorëve shqiptar të Kosovës, ndërta përmend Lorenzo Antonin, Rexho Mulliqin, Fari Beqirin, Rauf Dhomin, Rafet Rudin, Zeqiria Ballatën dhe të tjerë. Do të thoja pse është e rëndësishme kjo kolan, sepse është dokumentim i muzikës shqiptare prej gati një shekulli prej fillimeve deri në ditët e sotme. Së dyti, ky botim vjen si nxitje që kjo kolan të mos ndalojë në numrin 18, po të vazhdojë dhe të shndrohet në një kolan që pasurohet dita ditës me CD të tjera, që të përfshijnë për shembull dhe dokumentojnë etapat më të reja të zhvillimit të muzikës son. Për shembull, për kënaqësinë tuaj sot kam nderin që të prezantoj kolegun ton, Thomas Simaku, një profesor i shquar që jeton dhe zhvillon krimtarinë e tij muzikore në Angli. Një duart rokitje për Simakun. Shpreh gjithashtu një bindje personale që RTS-ja, po dhe institucionet e tjera të ngjashme, pa të cilin nuk mund të bëjë ky botim, do të jenë të aftë që në të ardhmen jo vetëm që të bëjnë botime të tilla, po edhe të mbështesin krimtarinë e re muzikore shqiptare. Një mirënjohje për maestro Enon,
për dashurinë e tij për muzikën tonë kombëtare, për bashkëpunimet me kompozitorët, për Orkestrën Simfonike, për Edi Balilin që e ka masterizuar, si dhe 2 institucionet që e kanë mbështetur financiarisht, RTS-n dhe Bashkinë e Tiranës. Faleminderit. Kurse tha dhe Tole, është vërtet një prurje unikale në vendin tonë, nuk kemi botime të llojit, dhe shpresojmë që edhe dirigjentë të tjerë, pra edhe veprat të tjera të masterizohen në mënyrë që të kemi atë opusin e plot themi të vepra shqiptare në këtë mënyrë që t'i vihet në dispozicion dëgjuesve, studiuesve edhe me qenë synimi për të krijuar një histori të muzikës mbarkombëtare. Mendoj që për këtë mund t'i drejtohemi drejt për drejt dirigjentit Eno Koço për ta dhënë ai mendimin e tij për këtë prurje, për këtë themi kaq të rëndësishme në muzikën shqiptare. Faleminderit. Jam shumë i nderuar që salla është mbushur me të rinj, kryesisht me të rinj, për ta përcjellë mendimin tonë, domethënë në vite tash. Unë jam mosh kaluar, kurse ju në fare të rinj dhe muzika klasike, muzika artistike, muzika e kultivuar shqiptare fillon që 100 sa vjet përpara dhe gjatë kohës që kam punuar në radio si dirigjent e saj, jam munduar të incizojmë veprat gjithnjë të mira, më pak të mira, edhe shumë të mira të muzikës shqiptare. Dhe këto tash u bën 45 vjet që jam përfshirë këtu. Ju them sinqerisht, kjo është vetëm gjysma atyre incizimeve. Kaq paran më dhanë, kaq mundësi bëra me 18 disje. Premtoj që ndoshta vitin që vjen edhe 18 të tjera, se janë, incizimet janë, po duhesh se s'kishte vend, domethënë për të shtuar edhe më shumë, domethënë aq një ndarje e imja ishte kështu me këto vepra simfonika, apo me vallë simfonika, me suita, me njërin tjetër, që edhe kjo mund të korrigjohet në një farë mënyre, me këngëtar, sigurisht me këngëtar të operas, që në atë kohë vinë neve në radio për të incizuar. Kështu që jam shumë i kënaqur, domethënë që sot mblidhemi këtu dhe i diskutojmë këto vepra. Këto 18 CD. Vaso foli, faleminderit shumë për fjalët e mira, mbase lëvdata çik më shumë nga ç'duheshe, po që kujt si vjen mirë nga lëvdatat. Dhe pasaj fillon dhe i redukton, pasaj thot më, kjo si përsi ishtë në qikë si tepër, kishte tepër, po ja që kështu është njeriu, domethënë rritet me... Mendoj se janë lëvdata, janë gjërat merituara, madje po themi pak. Mirë, faleminderit. Kalo këtë çështje tjetër. Jo, 18 CD nuk janë pak, domethënë keni parasysh që me 18 LP, domethënë një jashtë hyn te bestsellerë, kështu që vërtet kemi thënë pak për atë për kontributin e madh që ka dhënë Eno Koço në zhvillimin dhe përparimin e muzikës shqiptare si dirigjenti i orkestrës së radios. Nëse Eno Koço në 18 kompaktisjet e para që ka sjellur është fokusuar kryesisht në krimtarinë themi traditës të muzikës shqiptare. Muzika shqiptare nuk është ndalur më kaq sot përpara. Një ndër këto është kompozitori Vasil Tole, i cili është mjaft aktiv me këngëtarinë e tij dhe vitin e kaluar patëm dhe koncertin për violinë dhe orkestër, një vepër mallore rreth 40 minuta muzikë me violiniste Laura Lozin, një vepër që unë mendoj se mbetet në muzikën shqiptare. Është vepër e rëndësishme e muzikës koncertore shqiptare. Për të na folur më gjerë për këtë këngëtari, për këtë themi, për të lloj profili të kompozitorit Vasil Tole, japim fjalën profesor Lorenz Radovanit, një bashkëpunëtor që doni po. Përshëndetje, unë jam këtu për të komentuar veprën më të fundit të akademikut, profesorit edhe mikut ton Vasil Tole, kompozitor i cili në kolanën e tij ka një opus goxha aktiv dhe të cilin synon ta shtoj, ta përmirësoj dhe ta mbush, besoj se do arrijë edhe rekord për numrin e veprave të krijuara prej tij. Koncerti për violin, i cili është promovuar, jam ekskluzivisht për të folur për koncertin për violin, si pjesëtar si digitalizues i saj, si një person i cili
Kam marrë idet edhe sigurisht do shkrimin e autorit, pastaj hadhur në partiturë edhe janë prodhuar dy, flas pak edhe për audiencën që mund mos ketë një njohuri të detajuar. Është prodhuar partitura orkestrale edhe reduksioni për pianoforte, të cilin e kemi publikuar edhe këtu, është pjesë e këtij panajiri. Koncerti është shkruar rreth 65 vjet mas koncertit të parë instrumental shqiptar. Në vitin 58, Peter Gaci, një violinist i cili edhe ai studioi, mori pjesë në studimet e tija universitare në Konservatorin e Moskës, i buroi koncerti i tij i mirë njohur, do të thomi, për audiencën edhe bile edhe në kolanën e publikuar nga maestro Nokoqo, bën pjesë edhe koncerti i luajtur nga Orkestra e Televizionit në ndrejtimin e Nokoqos dhe me solist mua. Kështu që lidhen gjërat, mos 65 vjeç pra nga koncerti i parë, në ndërkohë janë shkruar edhe disa koncerte të tjera për violin. Nikola Zoraci është një prej tyre që ka shkruar 6 koncerte për violin. Thoma Gaci ka një koncert për violin dhe një dubël koncert. Shpëtim Kushta, gjithashtu, ka dhe autor të tjerë. Partitura muzikore më e fundit e shkruar nga kompozitori Vasil Tole është koncerti i tij për violin dhe orkestër, të cilin e paraqesim sot në këtë ekspozit në reduksionin për violin dhe piano. Edhe më herët autori i ka qëndruar afër instrumentit violins, duke shkruar paraprakisht edhe vepra të tjera për instrumentin si sonatë për violin, suite për violin e piano alla shqiptarçe e titulluar, trio për harqe, kuartet harqesh, apo vepra për muzikë dhome, si që janë Valli Antike, Psalmodia Buona e vepra tjera. Koncerti që kemi në dorë është shkruar në formën e sonatës dhe ka strukturë një koshe me kadencë. Në një kozgjatje interpretimi rreth 38 minuta, vepra ka ngarkesë ideore dhe teknike të lartë, si për solistin ashtu edhe për dirigentin dhe orkestrën. Kjo për shkak gjuhës muzikore, teknikës avancuar instrumentale, si dhe përdorimit të ritmikave që hasen në faqet e këtij koncerti. Vepra ka frymë thellësisht kombëtare, qoftë edhe nga individualiteti i kompozitorit, ashtu edhe nga atmosfera inovative që përshkon. Pikërisht intonacionet e kabas në hyrjen e veprës, paraqiten nga violinat soliste, janë ato që i japin tonin asaj përmes intervaleve të qarta, rrëshqitjeve tipike të kësaj gjinie tradicionale të ndërtuara me element e kabas. Tema kryesore është një melodi e qartë me karakter afirmativ, pohues. Parti i violinës shpaloset që në fillim duhet të gjysmë se më si lexoj. Parti i violinës shpaloset që në fillim ishte dërvjellë, shpresë e dëpërtues, e duke mbajtur gjallë atmosferën e ndezur të kësaj teme dinamike në të cilën mizotron atmosfera valles tradicionale. Kjo temë që në ekspozicion merr një zhvillim të gjerë dhe krijon ndjesinë dhe ngarkesën dramaturgjike, e cila pas disa faqesh partiturë shkarkohet apo lëshohet delirizmin tingëllor të temës dytë. Parti sekondar duhet dim që për audiencën e ndryshme që është në sallë, koncerti është shkruar tash në formë sonatës dhe ka 2 materiale kryesore. Është tema e parë, siç është edhe në letërsi. Tema e parë, e cila ka një karakter, por të cilës pak a shumë i oponohet tema e dytë, materiali i dytë tematik. Zakonisht është më dinamike tema e parë, edhe është më lirike tema e dytë. Parti sekondar, pra tema e dytë, është një melodi e qartë, e qetë dhe e kënduar, falë shjedhimit melodik që karakterizon. Duke qenë gjithnjëherë në pushtetin atmosferës modale të jugut shqiptar dhe melodicitetit, sa emocional edhe shpresë, kjo temë e krijon mundësinë solistit që të shprehet për bukurinë e kantelendës dallgëzuese. Melodia evokon një nostalgjike dhe reflekton ndoshta për ngjarje që i kanë lënë mbres autorit në qenien e tij. Tema shtrihet krejt natyrshëm në tërësinë e strukturës së veprës. Parti i violinës bëhet gjithnjë e më shprehës, gjë që e lejon solistit të shpalos vetijtë e tij muzikore, apo më mirë aftësinë e tij
për të shprehur më së miri kantilene. Mendoj që më mirë të flas nga vetja se sa të filloj të vazhdoj të lexoj, do të thoja që koncerti duke qenë se ka për masa mjaft të mëdha, në fakt një kozgjatje, janë në partiturën orkestrale, janë rreth 270 faqe partiturë, gjë e cila e rëndit në punë shumë serioze. Pra, forma sonatës është shtjelluar në dimension më së të plot, ku përpunohet, përveç se përpunohen të dy temet partilidhëse, ka dhe episod brenda. Në përfundim të përpunimit është e vendosur një kadencë me përmasa akoma edhe më të mëdha dhe me shkallë vështirësie të një teknike shumë të lartë instrumentale, gjë për të cilën autori është koshient dhe unë si rishikues i punës edhe duke qenë kontakt vazhdueshëm me autorin për debatet, për mënyrën e mundësinë e performimit, ashtu kam gjetë lehtësitë e mia sepse autori është një njohës i mirë i teknikës violinistike, është studiues i instrumentit violinës, për cilin ka marrë një edukim, gjë e cila është një parakusht, do të thoja, mjaft i rëndësishëm në këtë sipërmarrje kaq të madhe. Koncerti ka njohur premierën e tij me orkestrën e televizionit shqiptar me soliste Laura Allozin, do të thoja një soliste mjaft energjike, shumë e përgatitur sapo është kthyer nga studimet e larta universitare nga Austria, ndërkohë që mbulon edhe detyrën e koncertmaestres së orkestrës së televizionit. Do doja që përveç urimeve, komplimentave dhe pohimit të shtoj që në punën time lidhur me digitalizimin, për arritjen deri në publikimin e kësaj vepre, kam parë koherencën e autorit, kam parë vetdijen e tij, gjë e cila më ka, unë e them edhe në ambiente shoqërore, në ambiente miqësore, që unë jam përpjekur të mos e lejoj të gaboj Vason, por më shumë më ka korrigjuar ai mua sepse sigurisht që aty ka mijëra argumente, ka miliona nota, ka figura nganjëherë që duhen artikuluar me shumë kujdes kur ti hudh në një publikim, në një botim siç ka ndodhur kështu. Po kam parë një vetdije, kam parë një koshiencë të plot, edhe një linjë arsyetimi që e ndjek veprën nga fillimi në fund, edhe jo vetëm këtë vepër në fakt. Së fundi do doja të thoja disa opinione, disa konsiderata për koncertin, të cilat i kanë dhënë personalitetet dhe autor, muzikant, njerëz të botës artit shqiptar. Tedi Paparami është një ndër violinistët me famë botërore, ne kemi nder që e kemi Tedin pjesëtar të komunitetit shqiptar, ka marrë formimin e tij fillestar në Shqipëri, pastaj ka vazhduar edukimin e tij. Shprehet për koncertin. Është një vepër thellësisht origjinale dhe fuqishme që shton një gur të çmuar në repertorin e violinës e krimtarisë shqiptare për violinë dhe orkestër. Doktor Thomas Imaku, cilin e prezantuam më parë, pedagogi, profesori i kompozicionit në Universitetin e Yorkut në Angli. Shprehet. Koncerti për violinë dhe orkestër e kompozitorit Vasil Tole është një vepër dinjitoze që i ka rrejt në pasurinë e jashtëzakonshme dhe unike të folklorit shqiptar, me përmasa substanciale dhe me një identitet krijues mjaft qartë. Kjo vepër e re e shekullit 21 shpalos dukshëm një gamë impresionuese të shprehjes muzikore, ku spikat thellësia e saj emocionale. Një vepër që padyshim pasuron fondin e literaturës son muzikore kombëtare. Stefan Çapaliku, akademik, letrar, shkrimtar, shprehet. Koncerti për violinë e Vasil Toles përmbledh një eksperiencë të gjatë muzikore dhe është i mbushur me situata muzikale ekselente. Lëna dramatike vjen dhe derdhet në formë lirike në saj të insistencës dialoguese midis orkestrës dhe solistit, duke ofruar kësaj një vepër jashtë klasifikimeve estetike. Duhet dim që nëse sonatat për instrumenta solistik është një marrëdhënie shumë intime, një marrëdhënie disi më e dimensionuar midis
partnerëve tek koncerti instrumental është parsor, është parimi i garës midis solistit dhe orkestrës. Ja do lexoj edhe një konsiderat fundit. Solistja e cila performoi me shumë sukses premierën e koncertit, shprehet: "Për mua është privilegj të interpretoj një premierë botërore të një koncerti për violin, aq më tepër të një kompozitori të nivelit Vasil Toles." Ju faleminderit. Falenderojmë profesor Lorencin për mendimet e mjaft të përmbledhura që dha mbi këtë vepër. Do dëshironim sigurisht që jo vetëm koncerti për violin i Vasil Toles, por edhe vepra të tjera shqiptare të kishin një studim të mifillt muzikologjik. Është një nga problemet e mëdha që kemi në muzikë shqiptare, nuk kemi analizat mifillta muzikologjike dhe kjo e vështirëson pastaj edhe atë arritjen e përfundimeve të sakta të gjë. Duhet të thënë këtu që profesor Eno, dirigenti Eno Koço, pavarësisht se na duket sigurisht marr vetëm me muzikën e kaluar, ka qenë shumë aktiv. Unë mbaj mend se mund të jetë Eno Koço, mund të jetë ai që ka dirigent që ka luajtur më shumë vepra nga të Vaso Toles, ë. Pra, ma merr mendja që mund të jetë ai që e njeh Vaso Tolen, mbas Vaso Toles e njeh ai më mirë Vaso Tolen. Kështu që do doja një mendim nga profesor Eno për këngëtarinë e Vasil Toles. Shumë shkurt që unë nuk e pata këtë fat që në këtë kolan ta kisha futur edhe Vasil Tolen me këtë koncert. Vepra është në vazhdën e gjithë krimtarisë kombëtare tonë që para 100 vjetësh, domethënë me atë frymë që me cilën edhe unë u rrita, gjithë neve brezi njerë, është bukur të mbështetesh në dikur të thoshim në tabanin kombëtar, në kuptimin në folklorin tonë, në atë që është tradicionalen tonë, edhe Vaso i ka më së miri të shkrirë në këtë koncert ato ndjesit e kabas jugut, themi me tjerë element të rëndësishëm, domethënë, dhe shkrihen më së bukuri në këtë koncert. Unë pata shkruar dikur edhe përpara se të botohesh dhe pata dëgjova në premierë, pata një ndjesi shumë të mirë. Është një koncert që do të jetë gjatë, mendoj, nga solistë ndryshëm. Duhet solist i mirë, duhet jetë shumë e rëndësishme kjo, të jetë solist i mirë, se jo çdo kush do mund ta luajë, domethënë, dhe ju uroj suksese të mëtejshme me këtë frymë, Faleminderit. Tu fol për njërin prej aspekteve të Vasil Toles, për atë si kompozitor, por Vasil Toles nuk është vetëm kompozitor. Ai ka një drejtari të gjerë edhe këngëse edhe në fushën e muzikologjisë, ose sërish të etnomuzikologjisë. Praktikisht në vitin 2023 doli ky libër i Vasil Toles, Fjalë pa nota. Kur shikoni nga përmasat, mund të mendojë njëri që është vepra ndonjë grafomani, dhe ne në Shqipëri kemi shumë grafoman që shkruajnë dhe besojnë se ato që shkruajnë në gjitha që shkruar janë fjala e fundit e shkencës. Nuk është libër një libër i shkruar për të qenë i madh, por është një përmbledhje e 30 viteve të shkrimeve, artikujve, fjalëve të mbajtura në konferenca, fjalët në prezantimin e figurave të rëndësishme të muzikës shqiptare, dhe këtë pikë merr një vlerë të posaçme ky libër. Në parathënien e tij ky libër përcaktohet si një përmbledhje polifonike. Pikërisht fjala polifoni në kupton një shumë zërësh, pra një ndërtim shumë stresor. Pra, ky shumë stresizim në fjalë rrjedhon jo vetëm nga fakti i përfshirjes në këtë hipothuese të gjitha shkrimeve, artikujve dhe fjalëve të mbajtura në një hark kohor të gjerë, thuajse 30 vjeçar. Nga më fjalopakët, pra nga ato më të shkurtër që janë rreth një faqe apo 2 faqe, tek mendime më zgjeruar siç mund të jetë ai mbi konventën e UNESCO-s për ruajtjen e trashëgimisë jo materiale. Realiteti shumë zërës duhet parë si pasojë drejt për drejt e shumanshmërisë së objekteve të shkrimit, e këndvështrimit me tematikat dhe problematikat e përzgjedhura, e lëmit studimor ku ato pozicionohen. Ky është motivi që ka orientuar një ndarje në linja të përgjithshme në 5 kapituj, duke përshëtuar në këtë mënyrë kriterin tipologjik të shkrimeve me atë tematik. Rendimi sipas këtij binari konceptual lejon të dallohen se rrjedhat e kohës në të gjithë kapitujve janë paralele. Mund të pohohet pra se në vetdijen e autorit nuk ka ekzistuar ndonjëfarë profilizimi i parapërcyer dhe ose izoluar në një hapësirë kohore. Ndaj topikët janë zhvilluar në mënyrë sinkronike. Në 2 kapitujt e parë janë përfshirë kryesisht shkrime të botuara në shtypin e kohës, çka ka kushtozuar dhe formati mjaft përmbledhur të tyre.
Kapitulli qendror është ai më i rëndësishmi, është hapësira ku hartimet marrin për masa shumë të zgjeruara, pasi problematikat kanë kërkuar një shtrim dhe një arsyetym më të imtë dhe më të theruar. Trajtohen këtu çështje që kanë të bëjnë me trashëgiminë kulturore, legjislacionin, si dhe kërkesat për një vëmendje më të përqendruar ndaj pasurive shpirtërore të kombit tonë. Kapitulli parafundit është më i ngarkuar, thot autori vetë në parathënie nga ana emocionale, pasi lidhet me nderimin e disa personaliteteve të shquara dhe të një brezi që përlargohesh nga kjo jetë, por që nga kjo jetë morën pak. Vitet 90 ishin të vështira për artistët shqiptarë, juve për fatin e mirë shoh shumë të rinj këtu dhe vërtet kur i shoh këtu them që kemi besim që ardhen është vërtet pozitive. Po vitet 90 ju si keni jetuar ato vite, po kanë qenë të vështira për krijuesit dhe muzikantët të artistëve shqiptarë. Ndoshta është përqendruar më së shumti mbi ngjarjet e fakte ku ka qenë i pranishëm apo me individ të njohur drejt për së drejti, autori e ka shtrirë shikimin e vet edhe mbi dukuria apo personalitetet të skaluarës, jo vetëm të gjysmës së parë të shekullit 20, por edhe më tej. Në prurën e tij shfaqet interesim si për shqiptarët brenda kufive politike të shtetit am, ashtu edhe për ata për te kufi ndarës të detyruar me forcë. Gjatë shpjetimit të këtij botimi mund të vërehet se të tëra shkrimet janë burë të një mozaiku shumë ngjyrësh e shumë planësh, grimca ngjarjesh të cilat ndonë se pjesë e historisë nuk synojnë të ndërtojnë një të tillë, por thjesht ta dëshmojnë atë drejt për së drejti, ndonjëherë edhe me synimin për të orientuar një këndvështrim të ndryshëm. Do të veçojë në të pikë studimin krijimi i së parës orkestrës simfonike në Shqipëri si model perëndimor, për cilën merret data 6 mars 1924. Synohet të argumentohet këtu korrigjimi i datimit të afruar nga historiografia e muzikës shqiptare, sipas të cilës fillesat e një informacioni të kësaj kishte marrë nis vetëm në vitet 50. Me të drejtë autori i një dardarit Famanashi, emigrantëve të paskuara jo vetëm formulimin ta shpënë në nivelin institucionale të kërkesës mallore për themelimin e një formacioni orkestral, por dhe realizimin praktik të tij, fakti shpallur me koncertin përrues në skenën korçare me datë 6 prill 1924. Kjo e dhënë ishte e njohur, por për motive thjesht ideologjike më njanohesh, me këmbgulje, duke arsyetuar me paplotësmërinë e formacionit dhe ose me nivelin e pamjaftueshëm të ekzekutimit apo të programit. Realitetet e kësaj ta kemi jo pak në historinë ende të pashkruar të muzikës sonë, e kjo për mjaft gjini e forma nga ato më mallore si simfonia apo opera tek muzika e dhomës vokale dhe instrumentale. Në këtë linjë logjike, ekzistenca e botimeve të kësaj bëhet e nevojshme jo vetëm për të ngjallur debate, për diskutime mbi tema të diskutueshme, por për më tepër për të arritur më së fundi në hartimin e një historiografie gjithëpërfshirëse i lirë arbërës shqiptare, të ku do ndodhur pas çka bindjeve ideologjike vetjake dhe apo pozicionimeve politike. Me interes paraqitet dhe studimi kryesisht i shprehjes tingëllore, por jo asaj verbale, mbi stilistikën rapsodike që autori etiketon këngëtimi me variacione, ku dallon standard të kompozimit muzikor popullor. Që në zanafi të studimeve të kësaj një folklorist apo si asë kohë një komparativist, pra muzikolog klasimor si Bartok, kishte përcaktuar në tek asociuti variacion trib, pra tek pulsimi variacional, procesin gjenerues të shpresë artistike fshatare përmes të cilit arrihet të prodhohen këndime për herë të reja, mbi modele gjithsesi homogenizuese, të cilat nuk i dihet kryefilli, por që janë rrënjosur në vetdijen e një populli, duke formalizuar kështu trajtën më karakterizuese të një etnie dhe të identitetit të saj organik. Këto dhe shumë të tjera gjehen të dokumentuar në botimin në objekt të këtij parashtrimi, çfarë mendoj se do të nxjisë kërcërinë e lexuesit, e pse jo edhe të studiuesit. Do doja që vasitori do kishte thonë 2 fjalë për votimin e fundit. Jemi treguar shumë të shpejt, domethënë neve megjithëse fillon me vonesë, rikuperuam të gjithçka. Atëherë ju falenderoj të gjithëve për pjesëmarrjen. E takohemi në takimin e ardhshëm. Do desha që t'ju dhuroja nga një kopje të këtyre botimeve për shkollat. Faleminderit.